shikoj, ne të dy jemi anatemuar shumë vlla. Jemi anatemuar shumë për faktin që nuk e bërtasim këtë ligjin 21 fraksion 2024. Tani më lejo pak fare vlla që të bëjmë një sqarim. Ne të dy, të dashur miq, motra vëllezër, nuk po ju drejtojmë atyre të cilët kanë qëllime dashakese, po drejtohemi atyre të cilët janë dashamirës ndaj nesh, dhe ndoshta i çudit fakti që neve nuk e artikulojmë ligjin, anullimin e ligjit 21/2024. Ne të dy nuk jemi jurista. Reja e ka nisur juridikun, po e ka lënë për gjysmë, pasi pedagogu vetë tha shikoj se ti mëson kot ose duhet të jesh sekser. Dhe unë kam zgjedhur shkenca politike, të dashur miq, nuk se merremi me mbarvajtjen dhe me hartimin e ligjeve. Por ajo që dua të them unë është që ky ligj nuk mund të anullohet, nuk ka koncept. Ky mund të shfuqizohet. Shtesat që janë bërë këtij ligji, ligjet për zonat e mbrojtura, mund të shfuqizohet. Tani ka vetëm një problem. Kanë dalë disa njerëz që kanë të gjithë të drejtën e botës, që thonë neve jemi mbledhur vetëm për të ligjin. Dhe unë tani po ngre dorën. Ky ligji është shumë i rëndësishëm që të shfuqizohet. Ky ligji mund të jetë edhe thëmbra e Akilit për Ramën, por ky ligji mund të jetë edhe kali i Trojës i Edi Ramës për ta shbërë këtë protestë, vetëm po të fokusohet tek ky ligj. Pra, një pyetje kam për të gjithë juve. Nëse ai çarçafi me kërkesa që ka bërë secili prej nesh për arsimin, për shëndetin, për onkologjikun, për kopshtin e fëmijëve, për të ardhmen e fëmijëve, për pronat, për rrugët, për të drejtat e punëtorëve, për të drejtat e qytetarëve, për drejtat e fëmijëve, nuk i bëga gjë Tiranës. Si ka mundësi që vetëm një ligj mund ta shbëjë Edi Ramën nga pushteti? Si ma shpjegon ti Rej? Unë mendoj që unë jam treguar pak më agresiv për rrjetet mia sociale për sa këtë ligjit dhe për njerëzit që i binden këtij ligji. Duke qenë se unë jam një djalë që e la Shqipërinë për këto kushte bazë dhe e rris fëmijën tim jashtë rrugës, unë kur erdha dhe u ktheva në Shqipëri nuk erdha për ligjin e mjedisit, as për shfuqizimin e tij dhe as për politika pa baza. Sepse do thuash ti pse politika pa baza. Neve na mban vetëm diçka së bashku. Se njerëzit thonë që neve nga që jemi kaq të hallakatur, thonë kemi shumë probleme, edhe hallakatat protesta. Ku fatikisht protesta është momentin e parë në jetën e saj ka vetëm një drejtim. Hedhjen poshtë qeverisë. Është një gjë, nuk janë shumë gjëra, është një gjë. Se do ta hedhin poshtë këtë qeveri sot? Sepse nuk ka drita dhe ujë 24 orë, siç e përmendë fatikisht. Ka spitale, s'ka kushte, qerat janë maksimum, shtëpia i merr Rama kur i do, ka krijuar një shtet mafioz që mbizotëron droga, njerëzit që nuk kanë pikë dëshire për të jetuar, njerëzit që duhet të punojnë djem të rinj nga 18 vjeç që bëjnë 2 punë, të del një oligark atje dhe të thotë shikoj ky djali punon 14 vjeç për mua, thotë, edhe ai e ta trajton sikur është gjë normale që një fëmijë 14 vjeç të rrinë në pikë vapës në vend që ti duke lexuar libra. Ha kupton, po jetojmë, është një shtet që nuk e di se nuk kam një vend që mundem ta krahasoj. Te ne dallimi nga Afrika është vetëm që ne s'kemi luane dhe puma rrugëve edhe elefant në rrugët e qytetit, por neve shumë mirë ne mund jemi një Afrikë. Ne edhe pse duat, edhe pse na e shet sikur po shkojmë drejt Europës. Prandaj unë them që Rama, përsa i përket ligji më duket sikur do t'i japi fuqinë Ramës më shumë nga të gjitha momentet e tij, sepse Rama në këtë situatë që është protesta dhe situatat politike që ka ndërtuar, Rama do vetëm të justifikohet. Dhe ku e ka më të mirë se të thotë, ja, po më ta hequ ligjin, i thotë Europës, ta bëjmë Shqipërinë e gjelbër patjetër, sigurisht, pse jo. Do ja japun çfarë keni nevojë juve. Bile sot unë do jem martiri tani që t'ja bëj Shqipërinë e mjedisit, edhe Shqipërinë e Green Albania. Dhe i thot ati të tjetër dhe atje, çfarë ti të bëj unë, thot popullit tim. Dhe Ramës nuk i intereson më në këtë pikë marrëveshjet dhe marrëdhëniet që ka me Europën dhe me Amerikën, se sa intereson pushteti që t'i jep shqiptari brenda shtëpisë vet. Prandaj në këtë situatë mua ligji më duket shumë i dyshimt, njerëzit që thrasin vetëm për ligjin janë shumë të dyshimt, sepse mos harrojmë që ne kemi sufllaqet edhe brenda vetes, a kupton? Kemi njerëzit që duan të shiten në moment, se dolën disa njerëz që mbin si kërpudha, pikërisht kur dhe protesta plasin. Dhe shumë njerëz e kanë përdorur, si unë dhe ti kemi folur
shumë vite përpara se të ndodhej protesta, pikërisht me shpresën që të ndodhej kjo protesta sot. Dhe sot na kanë dalë, na kanë mbirë dhe disa individë, disa njerëz që nuk i kam dëgjuar më përpara të flisin me kaq revolucione dhe me kaq agresivitet për situatën famkeqe që ka Shqipëria. Dhe për situatën që njerëzit po marrin rrugët e botës dhe po emigrojnë sepse nuk ka kushtet bazë jetësore. Për sa kohë që Rama këto ligje njerëzore bazike nuk e ka dhënë popullit vet dhe nuk i ka plasur fare se çfarë populli vet ka pasur për të, mendon se një ligj mjedisje, shfuqizimi apo fuqia e saj apo 2 lekë më shumë apo 2 lekë më pak do ta intimidojnë Ramën. Rama thjesht do ta përdori siç i përdor për herë me metodat e veta më të bukura. Biles e keq është se po japim dhe ide. po japim edhe ide sotis. Ne japim idet që mos të shkelim mbi idet tona, se mund t'i duken kurth. A kupton shpenin? Kjo është e gjithë ideja. Problemi është këtu. Ky ligj është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm sepse jep leje në zonat e mbrojtura për të ndërtuar rezorte me 5 hyje. A kupton ti? Problemi është që ky duhet trajtuar jo vetëm juridikisht, por ky duhet trajtuar dhe politikisht. Pra, neve mbajmë mend të gjithë armët kimike apo jo? Po. Na doli ky zotria dhe mbajti 2 orë fjalim. E mbaj mend si tani, kemi qenë tulur në tokë, ndërtuar me rrethe dhe fillon unë do të rriqem. Unë po të bëj një pyetje. Në qoftë se do rriqet Rama nga ky ligj. A nuk e fiton simpatinë e Europës dhe thot del si një antibeton, sigur ky është mbreti reflektues dhe i shbën të gjitha pikat e tjera të tipit jep dorëheqjen vlla sepse ti e ke futur në skami edhe në mjerim, e ke thelluar mjerimin e shoqërisë shqiptare, ke larguar më shumë se 1 milion banor nga Shqipëria e ke shpopulluar. Rama e ka shumë kollaj që të thotë kam gabim. Rama nuk është nga ato njerëz që thotë po me kam gabim. Biles Rama është nga ato njerëz që intereson fuqia dhe pushteti dhe paraja që ka mbledhur, nuk i intereson ta ketë të drejtë apo të ketë gabim. Rama ka treguar me fakte që është arrogant. Prandaj unë them shpesh dhe bërtas me të drejtën time, mos më bazoni në një ligj që Rama na nxjerr nga fil dhe na thotë që un kam gabim. Unë dua një rregull që shqiptarët të mblidhen për ditë në orën 7 apo në orarin që neve caktojmë, të mblidhemi të gjithë bashkë për spitalet, për fëmijët, për pensionet, për qerat, për drita, për ujë, për vjedhjen që i bëhet naftës, kromit, për çdo lloj gjëje, edhe copat e tokës. Po jo një ligj. Të gjitha bashkë. Dhe të gjitha bashkë. Dhe të gjitha bashkë na bashkojnë atje te protesta. Unë te protesta vjen dhe njëri për tokën ore. Ajo për shkakun që jeton në Angli atje, nuk e ka hallin e dritave të tujtaj. Ai ka hallin që pse do më marri mua Zvornecin. Jam dakord. Hajde bro nga Anglia. Dilti për Zvornecin. Të gjyshti këtu të dali për pensionin, ai djali të dali për shkollën e tjera me radhë. Neve na duhen të gjithë njerëzit sot. Nuk është problemi se ti je pro je kundër. Nuk ka pro dhe kundër këtu. Thjesht të bëjmë kujdes kur thoni vetëm për këtë. Kush muti një ti që thua vetëm për këtë? Por neve kemi 1 milion halle. Ne nuk jemi vetëm për këtë. Ne jemi vetëm për rrëzimin e qeverisë. Vetëm për rrëzimin e qeverisë tu bim dakord të gjithë. Po kjo nuk ka ligje më. Kjo kërkon protesta, kërkon të marrësh këmbët, të dalësh për ditë.